لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili na krijoi dhe na udhëzoi në iman. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I cili na mësoi imanin dhe besimin e drejtë, si t'i bojmë ibadet Allahut, si të adhurojmë Allahut, si të ruhemi prej shirkut dhe idhujtarisë, dhe na mësoi imanin dhe besimin e pastërt. Elusë Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. O Allah, na ruaj imanin dhe besimin në zemrat tona. Elusë Allahun subhanahu wa ta'ala për vete dhe për ju, që Allah azza wa jall na bëj të mundur dalim nga kjo botë, nga kjo dynja, faqebardhë me iman, me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Besimi I Allahut në adhurim, tauhidul uluhiyya. Të nderuar besimtar, në hutbët e kaluara kemi përmend, kemi mësues bashku se imani jon, besimi jon, që quhet tauhid, që do me thonë me njësu Allahun, ka 3 pjesë. E para pjesë është tauhidur rububiyye, njësimi I Allahut në zotrim. E dyta tauhidul uluhiyye, njësimi I Allahut në adhurim, në ibadet. Dhe e treta tauhidul asma'i was sifat, njësimi I Allahut në emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta. Për të parën kemi shpjeguar dhe kemi mbaruar, kurse ne jemi dytën, pra njësimi I Allahut në adhurim. Çka do të thotë kjo? Do të mundona me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala që të gjithë shtresat me më kuptu. Edhe ai më I vjetri, edhe ai më I riu, apo më I vogli. Me njësu Allahun në adhurim, ibadet do të thotë me ju lutë Allahut dhe vetëm Allahut. Do të thotë me e fal namazin dhe ketë namaz me e bo për Allahun, jo dikush po të shef. Me agjeru Ramazanin për Allahun që Allahu ka urdhnu, me dhonë zeqatin ai I cili është I pasur se Allahu ka urdhnu, me kry haxhin njëherë në jetë nymër, me kry këto për Allahun, jo për emër. Me bu punë të mira vetëm se për Allahun. Dhe çdo e mirë që mundet me u bo, koft ajo e mirë fjalë, koft ajo e mirë punë, kejta këto me I bo për Allahun. Që kjo është ibadet, që kjo do me thonë të nderuar vëllezër besimtar, me njësu Allahun në adhurim. Fjalët më të mira, fjalët më të larta, fjalë më të dashura se fjalët e Allahut nuk ka. Atë të hapmi zemrën, ti dëgjojmë fjalët e Allahut azza wa jall, lidhje me këtë temë, po I marrni disa ajeta se çka thot Allahu.
Allahu në Kur'an thot: "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Thuaj o Muhammed, ajetet e Kur'anit. Limanil ardu wa man fiha, e kujt është toka dhe çka ka në tokë? In kuntum ta'lamun, pyetja është: thuaj o Muhammed, e kujt është toka dhe çka ka në tokë? In kuntum ta'lamun, nëse jeni ju që e dini këtë. Përgjigja do t'jetë se yaquluna lillah, do të thojnë e gjithë kjo toka dhe çka ka në tokë është e Allahut. Qul, thuaj o Muhammed, e fela tadhakkarun, a nuk po e mendojnë pak këtë punë? Kul men rabbus samawati s-sab'i wa rabbul arshil azim. Thuaj o Muhammed, kujt janë 7 qiej dhe arshi i madh i Allahut azza wa jall? Se yaquluna lillah, do të thojnë kjo është e Allahut azza wa jall. Kul afala tattaqun, thuaj, a nuk po i tutni Allahut azza wa jall? Kul men biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Në këtë ajet Allahu azza wa jall thot: kush është ai që e ka në dorë pushtetin, wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, i cili mbron dhe prej tij nuk ka mundësi askush me mbrojt, in kuntum ta'lamun, nëse jeni ju që e dini këtë punë. Të gjitha këto pyetje të nderuar vëllezër besimtarë, me përgjigjen e këtyre pyetjeve është çdo gjë është e Allahut azza wa jall. Atëherë, ti bëjmë ibadet Allahut azza wa jall, sepse është ai i cili e ka kriju dynjan dhe çka ka në dynja. Ti bëjmë ibadet Allahut azza wa jall, sepse Allahu i ka kriju 7 palë qiej dhe arshin e madh. Ti bëjmë ibadet Allahut dhe ta njësojmë Allahun azza wa jall në ibadet në adhurim, sepse Allahu është ai i cili e mbron çdo njerin dhe askush nuk ka mundësi me u mbrojt prej Allahut, me urujt se nuk u mdelon apo nuk u bën kështu apo ashtu. Atëherë të nderuar vëllezër besimtarë, pra, ibadet nuk do të thotë vetëm se me u fal. Ibadet nuk do të thotë se vetëm se me ninu e me i kry disa tjera, por ibadet është edhe jeta jote. Ibadet është edhe puna jote, drejtësia në punë, haki i huj. Ibadet është kejti jeta prej që Allahu azza wa jall ka kriju dhe deri në momentin e fundit kur del shpirti prej trupit, je në ibadet. Të nderuar vëllezër besimtarë, çdo gjë duhet ta bëjmë për Allahun. Nëse ibadeti jonë bëhet për Allahun, atëherë Allahu azza wa jall këtë ibadet e bën kabul. Por nëse bëjmë ibadet dhe nuk e bëjmë për Allahun, atëherë ky ibadet nuk mundet me u pranu dhe Allahu nuk i pranon. Atëherë, në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, do të ringjallemi dhe do të paraqiten punë tona, ibadetet tona para Allahut dhe ibadetet tona, punë tona, Allahu i pranon nëse këto punë i kanë plotësu 4 kushte. Nëse këto punë i kanë plotësu 4 sharte, e ato janë: kushti i parë, el imanu sadiq, imani, besimi i vërtet dhe i sinqert në Allahun azza wa jall. Nëse punon, po edhe nëse fal namaz e nëse linon, ama nuk e beson Allahun azza wa jall, kjo punë nuk bëhet kabul. Ama nëse e beson Allahun azza wa jall, ama besimin e përzin me punë këqija, nuk shkon të nderuar vëllezër besimtar, edhe me besu Allahun edhe me i besu fallxonit. Nuk shkon edhe me besu Allahun azza wa jall edhe me i besu filxhanit. Nuk shkon edhe me besu Allahun edhe me i besu hajmaliz dhe hajmalin qafa për në shpe. Nuk shkon të nderuar vëllezër besimtar dhe Allahu nuk e pranon
me I besu Allahun dhe kurbanin me për temel, xhamisat, tyrbësat, shtëpisat, këto nuk shkojnë. Ose duhet me u besu Allahu drejt mirë, ose Allahu ibadetin ton, punën ton nuk e pranën. Dëgjoni fjalën e Allahut, Allahu thot: "Innal ladhina amanu", ata të cilët kanë besu, wa amilu salihati, dhe punojnë punë të mira. Puna e tyre është në përputhje me imanin. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ata kanë kopshte bahçe, xhenete të mira, vend banim që I kanë xhennet. Allahu na I boft mundur. Por kjo fitohet me iman dhe me punë të mira. Kushti I dytë el ikhlasu, sinqeriteti. Të nderuar vëllezër besimtar, ibadeti jon duhet jetë me sinqeritet, me ikhlas. Allahu azza wa jalla thot: "Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din." Boni ibadet Allahut, ama ky ibadet letjet vetëm se me sinqeritetin më të madh. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Men qala la ilaha illa Allah mukhlishan dakhala al-jannah." Ai I cili thot la ilaha illa Allah, mukhlis, do me thonë me sinqeritet, me ikhlas, për nime për Allahun azza wa jalla, ai hyn xhennet. Allahu na I boft mundur. Ky kushti I dytë. Kushti I tretë, të nderuar vëllezër besimtar, puna jon, ibadeti jon duhet me u kon përputhje me sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Na nuk mujmë me bo një ibadet, hajtë se bon, nëse nuk e ka bo pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nëse na thojmë se bon me bo një ibadet, edhe pse se ka bo, po ma merë me ndja mu, bon me bo këto. Ti po del ma I meqëm se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ti po del ma te për që I tutesh Allahut se sa pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra Allahu thot në Kur'an, ja zbret ajeti Rasulullah, ne e kemi zbrit, edhe e kemi kompletu fen dhe dinin e Allahut azza wa jall. Nuk ka mangësi fe. Pra qëtë që na kalon Allahu, qëtë na duhet me praktiku, dhe qëtë shka na ka mësu Rasulullah, qëtë duhet me praktiku. As ma pak, as ma tepër. Për shembull, farzi I drekës I ka 4 rekat. A ka drejt, shembull, me ilustru, me kuptu ma mirë, a ka drejt me thonë unë e pi fali 6? Allahu ka urdhnu dhe Rasulullah na ka mësu që farzi I drekës, farzi sabajt I ka 2 rekat, 2 duhen mu fal, as një as 3, as një as 4. Pra këto punë të ibadetit janë preme, qashtu qysh na ka mësu Allah dhe Rasulullah. Allahu thot: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Atë shka jam jep dhe ja u ka mësu Rasuli Muhammedi alayhis salatu wassalam, fakhudhuhu, merrni ata. Wa ma nahakum anhu fantahu, dhe atë shka ja u ka ndalojuni dhe merrni atë për ndalesë. Kushti I 4 dhe I fundit, largimi nga shirku, largimi nga idhujtaria, si që thamë edhe njerë, po e përsëritmi se shumë është e rëndësishme. Nuk shkon imani dhe hajmania, nuk shkon imani dhe falli, nuk shkon imani dhe bestytnit. Të nderuar vëllezër besimtar, nëse këto përzin, atëherë e damtojnë imanin dhe puna para Allahut në ditën e gjykimit nuk pranohet. Por nëse imani jon, besimi jon është besim për nime, atëherë të nderuar vëllezër besimtar, I kemi 4 përparësi që me to Allahu azza wa jalla na jep të mira në dynja dhe në ahiret, dhe me këto 4 po e përmbyll mi hutbën tonë. Në një, Allahu azza wa jalla na I largon dënimin e zjarmit apo dënimin në dynja dhe në ahiret. Allahu na I boft mundur me kompjutere. Në 2, nëse e besojmë Allahun drejt dhe mirë, Allahu na jep udhëheqjen tokë. Në 3, nëse e besojmë Allahun mirë dhe drejt, Allahu na ruan prej sherrit shejtanëve, e gjinëve, të njerëzve dhe e gjinëve. Dhe në 4, nëse ne e besojmë Allahun drejt dhe mirë, Allahu azza wa jall na ofron siguri, rahati, qetësi në tokë. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu urdhon në Kur'an thot: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju besimtar, irka'u, por ju lutni Allahut.
wasjudu, bëni sejdë Allahut, wa'budu rabbakum, bëni ibadet Zotit juaj, fa'alul khair, punoni punë të mira, la'allakum tuflihun, dhe kështu që ju të shpëtoni. Allahu ne qoft mundur më kom pe shpëtuar në dynja dhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. لا إله إلا الله